kur të ketë rënë në kurriz të gjitha këto gjëra. Cila gjëra, vëlla motër? Po fliste për legalitetin përpara. Në këtë rast bekimin dhe mallkimin që kishte thënë në kapitullin 28 dhe 29. Kur të kërën në kurriz të gjitha këto gjëra, bekimi dhe mallkimi që unë kam vënë përpara, ne ka vënë në jetën tonë. Dhe ti do t'ja kujtosh të gjitha kombeve në të cilën Jahu Elohimi yt do të ketë dëbuar. Kombe që Izraelin tani ka dëbuar, i ka shpërndarë, vëlla motër. Janë Izraelit që janë shpërndarë për te dhe në këtë rast ata janë drita në këtë rast që ati ka vendosur për të sjellë lajmin e mirë që Mesia la. Ishin apostull që e morën menjëherë mbas Mesias, mas andaj u shpërndan të tjerët që apostull trajnuan në përbotë, që u dëbuan në përkombe që ati ka akoma aktualisht janë të përndarë. Në atë ditë, thot, ti do t'ja kujtosh cilat to bekime, këto mallkime, thot, që unë ka vendosur në kombet që ti e dëbuar, dhe kur të kthehesh tek Jahu Elohimi yt, në këtë rast dhe do t'i binde zerit të ti bife tu me gjithë zemër, me të gjithë shpirt, duke respektuar të tëra ato që unë po të urdhëroj sot, Jahu Elohimi yt do të ktheje nga skllavëria dhe do të ketë mëshirë për ty dhe do të mbledh përsëri nga radhët e popujve në të cilën të ka dëbuar, thotë që ati Jahu Elohimi yt. Kjo po ndodh restaurimi i 12 fisëve të Izraelit që ne jemi mshartuar tani, vëlla motër. Ati po restauron, po i kthen. Po i kthen të gjithë bitë e tia që i ka shpërndarë, po na restauron dhe ne po na çon në tokën e premtuar.